A mund të manifestojmë për të tjerët? Tani po flet për fushinë e ndikimit. Mund t'i ndihmosh të tjerë në manifestimin e tyre deri në atë pikë sa në gjendje t'i shohësh aty ku ata duan të jenë dhe jo aty ku janë aktualisht. Dhe kjo ndikon? Po nëse ata nuk janë të hapur? A ka rëndësi se sa receptiv janë? E bukura e mënyrës si e formuluat këtë është që është një pyetje perfekte. E pranon që secili prej jush ka një shenje të brendshme? Po. E pranon që shenja juaj e brendshme ju ofron fushinë e ndikimit gjatë gjithë kohës? 100%. E megjithatë ndonjëherë nuk je në modalitetin e pranimit, apo jo? 100%. Vendose veten në të njëjtën kategori me shenjen e brendshme të dikujt tjetër. Le të themi që ti ndihesh mirë, je në harmoni dhe pothuajse për çdo person që mendon ndjen pozitivitet. Ti ndihesh mirë kur mendon për ta. E pra, pranueshmëria e tyre ka të bëjë me ta, jo me ty. Por e dim pse të lind dëshira ta mendosh ndryshe. Dhe e kuptojmë. Shumica e njerëzve përpiqen të nxjerrin nga të tjerët sjellje. Në kuptimin që do të ishte mirë nëse dikush do të më thoshte, lidhu me burimin tënd dhe pastaj mbaj në mendje dikë që do dhe ai do të përfitojë nga vëmendja jote. Dhe është e vërtet, ata do të përfitojnë. Por ne nuk duam të mësojmë njerëzve që të kenë nevojë për vëmendjen tënde në mënyrë që të jenë në modalitetin e pranimit. Kjo është ajo që ndodhi me shumë prej jush kur ishit të vegjël, ata që ju donin, ju shikonin me dashuri dhe ju ndihmonin shumë. Por ata nuk mund ta mbanin gjithmonë këtë gjendje. Ju u rritët, u larguat dhe ata vetë nuk ishin më në përputhje me veten. Kështu që kur bëheni të varur nga të tjerët për lidhjen tuaj me burimin, zhgënjeni njëri tjetrin. Le t'i lirojmë të gjithë nga kjo barë. Le t'i lirojmë të gjithë nga kjo barë. Po fëmijët tanë? Unë një pjesë e madhe e arsyes pse kam pasur këtë pyetje ishte unë fëmijët e mi. Dhe ti ishe jo. E kuptoj. Çokolata me bajame, mëngjesi i kampionëve. Qeshje. Fëmijët e mi konkretisht djali im. Kam një 4 vjeçar dhe një 2 vjeçare. Dhe ata janë kaq të fuqishëm e ndjej këtë. Dhe dua t'ua mësoj në mënyrën më të butë, jo të imponuar për shenjen e tyre të brendshme dhe për burimin. Nëse nuk i pengon, shenja e tyre e brendshme do të jetë miku i tyre më i mirë për gjithmonë. Po. Pra, thjesht mos bëj atë që prindërit ndonjëherë bëjnë, që u pengon fëmijëve të kuptojnë fushinë, qartësinë dhe vlerën e tyre. Mos u trego sa herë janë gabim. Tregoju sa herë janë në rregull. Në rregull. Ne kemi biseda natën, djali im dhe unë. Ai është shumë mendues, shumë cerebral dhe analizon çdo gjë. Mundohem t'i flas për ndjesinë, për sistemin e tij të udhëzimit të brendshëm. Nëse nuk i pengon, ai dhe qenia e tij e brendshme do të jenë gjithmonë në kontakt. Ti vetëm mos ndërhyj. Dua të jem e sigurt, mendoj se nëse nëna ime do të ma kishte mësuar këtë, edhe pse prindëritë e mi janë fantastik dhe kanë bërë një punë të shkëlqyer, rruga ime ndoshta do të kishte qenë pak më ndryshe. Dhe megjithatë jam shumë e lumtur për si ka qenë. Atëherë, çfarë dëshiron që fëmijët e tu të dinë? Dua të dinë sa të fuqishëm janë. Dua të dinë që ata munden, që ata kanë fushin tani. A do që ata të dinë si? A ndodh ndonjëherë që ata sillen në një mënyrë që ty të duket e papërshtatshme? Sigurisht. Dhe në ato momente do që ata të kuptojnë që janë gabim dhe ti ke të drejtë? E po në një mënyrë konstruktive do doja që ata të mësonin diçka nga ajo. Pra, po thua që ndonjëherë do që ata të dëgjojnë ty në vend që të dëgjojnë udhëzimin e tyre të brendshëm? Heshti është shkurtër, po ndoshta. Dhe nëse të prom me këtë me kalimin e kohës, ata do ta harrojnë udhëzimin e tyre të brendshëm dhe do të fillojnë të kërkojnë ty apo të tjerë si ti për drejtim. Dhe kjo është ajo që të çojë te pyetja, si mund t'i ndihmoj që ta dinë kush janë? Ne themi mos e merr përsipër këtë përgjegjësi. Qenia e tyre e brendshme është aty pranë. Nëse flet gjithmonë në mbështetje të udhëzimit të tyre të brendshëm, ky është shërbimi më i madh që mund t'u bësh ndonjëherë. Atëherë, çfarë fjalësh mund të përdorësh në një situatë ku keni mundësi të flisni? Jep na një shembull nga një bisedë që ke me të, si për shembull në mbrëmje kur bëni lutjet tuaja. Gjatë lutjeve, kur flasim për gjithçka që del në pa, nëse do të ishim në vendin tënd, në fillim ose gjatë një lutjeje do të thonim, lutjet më të bukura janë lutjet e mirënjohjes. Sepse kur ndjem mirënjohje, jemi të lidhur me të gjithë atë që është mirë. Dhe atëherë jemi në gjendje të pranojmë të gjitha përgjigjet e bukura që na vijnë. Por nëse jemi në një vend ku ndjem mungesë dhe po lutemi me dëshpërim, me lutje që tingëllojnë si lutje për mëshirë apo ankesë, atëherë edhe pse lutjet tona dëgjohen, ne nuk jemi në pozicionin për t'i dëgjuar përgjigjet. Kjo është biseda më e mirë për lutjet që mund të bësh me dikë. Çfarë tjetër? Një gjë fundit për manifestimin, por vazhdo me këtë temë. Si mund t'i ndihmosh që të jenë në përputhje me vetveten?
Një pjesë e bisedës son përpiqem t'i mësoj atij më së shumti sepse 2-vjeçarja ime është ende e vogël për të kuptuar se ndjenjat e tij kanë rëndësi, që ato janë udhër fyes për të, dhe që unë jam aty për ta ndihmuar nëse i vjen e vështirë t'i shpreh. Është shumë e rëndësishme. Jepna një shembull të një ndjenje që ai përpiqet të shpreh. Çfarë ndodh? Është fëmia i parë, kështu që ai ka atë prirje për perfeksionizëm. Kjo është diçka që ti po ja vesh atij. Duam të dëgjojmë çfarë përjeton ai konkretisht, jo interpretimin tënd për arsyet. Çfarë ndodh realisht? Kërkon pranim. Nga vetja e tij, besoj. Ai frustrohet. Po si shfaqet kjo? Si e kupton ti që ai kërkon pranim nga vetja? Çfarë ndodh? Ai shpreh pritshmëri për të tjerët. Dhe kur ato pritshmëri nuk përmbushen, ai ndihet sikur është përgjegjës për gjithçka. Pra ai tashmë që në këtë moshë po përjeton dashurinë me kushte. Ai do që gjërat të jenë siç i do ai, sepse beson se kur ato ndodhin ashtu, ai do të ndihet mirë. Por nuk mund t'i kontrollojë të tjerët, kështu që nuk ndihet mirë. Pra ai mendon se për të qenë mirë duhet të bëjë diçka që nuk mundet ta bëjë. Dhe kështu ngec. Dhe ai është vetëm 4 vjeç. Është interesante apo jo? Po. Atëherë çfarë dëshiron ti që ai të kuptojë? Çfarë do doje të dije ti në atë moshë që të ka marrë kohë ta kuptosh më vonë? Dua që ai ta di se është i dashur. Patjetër që do ta di këtë. Por le të flasim për këtë situatë specifike ku dikush po bën diçka që atij nuk i pëlqen dhe ai zemërohet. Unë i them, ti je përgjegjës për veten tënde. Ti dëgjon zemrën tënde, ndjenjat e tua. Po çfarë tjetër dëshiron që ai të dijë? Nuk të doje që ai të dinte se gjithmonë do të ketë dikë që bën diçka që nuk i pëlqen dhe ai duhet të vendosë. A do ecë në përjet duke u ndier keq për gjërat që nuk mund t'i kontrollojë, apo do të përqendrohet te gjërat që i sillin mirëqenie? A nuk të doje që ai ta dinte këtë që tani? Po, absolutisht. Atëherë çfarë ndodh kur ai nuk bën diçka që ti pret prej tij? A ka ndonjë përgjegjësi, ndonjë zakon apo detyrë që po përpiqesh t'ia mësosh? Po, për shembull, ndodh që ai të hidhet në tokë. Nëse është në një gjendje të caktuar, nuk shprehet me fjalë, por thjesht shtrihet në tokë në vend që të thotë, "Mami, ndjem kështu." Dhe çfarë ndodh me ty në ato momente? Unë ulem në nivelin e tij, e shikoj dhe i them, "A ka ndonjë gjë që mund të bëj për të ndihmuar? Si po ndihesh? Më duket sikur ke diçka për të thënë." Shiko, ajo që po demonstron me këtë sjellje është lumturia jote ka rëndësi për mua dhe po shoh që nuk je i lumtur, kështu që duhet ta zgjidhim këtë, unë dhe ti duhet të kontrollojmë këtë situatë që ti të ndihesh më mirë, që edhe unë të ndihem më mirë. Kështu po përkthehet ajo sjellje. Dhe nëse do ta pranosh thellë, do kuptosh se në një farë mënyre po përpiqesh ta bësh atë të ndihet më mirë. Në fakt, unë dua thjesht të vlerësoj atë që po përjeton. Por pse do doje të vlerësoje një ndjesi që nuk po i shërben atij? Pse do doje ta përforcoje një vibracion që po është kput nga mirëqenia? Kjo është arsyeja pse shumë e quajnë trishtim ose vuajtje, sepse ajo energji po vazhdon e pandërprer. Nëse vërtet dëshiron të mësosh përmes shembullit tënd, kur ai përjeton diçka që nuk është në harmoni me atë që ti dëshiron, sepse ti do që ai të jetë i lumtur, por ai nuk është, nëse ti zbret direkt atje ku ai është në atë ndjenjë, atëherë i demonstron që bota është kushtuese. Dhe njësoj si ti po përpiqesh ta qetësosh nga jashtë, ai do të mësoj të përpiqet të kontrollojë botën që ta ndjejë mirëqenie. Dhe kjo është një rrugë me shumë rezistencë. Po atëherë çfarë duhet të bëj? Jepi vëmendje, por vëmendje që forcon lidhjen e tij me qenien e brendshme. Mos jep vëmendje që forcon shkputjen e tij nga ajo lidhje. Si mund ta bëj këtë? Si ta vlerësoj lidhjen e tij? Çfarë është vlerësimi? Është vibracion, është frekuencë. Nuk janë thjesht fjalë. Vëmendja jote është një lloj vlerësimi. Nëse i kushton vëmendje kur ai ndihet keq, atëherë ti je duke vlerësuar ndarjen e tij nga burimi. Nëse i kushton vëmendje kur ai ndihet mirë, atëherë je duke përforcuar lidhjen e tij. Pra nëse dëshiron të jesh prind ideal, sillu me të siç sillet qenia e tij e brendshme, gjithmonë në një pritje pozitive dhe të shndrueshme, por pa u zgënjur apo ndikuar negativisht nëse ai nuk është aty. Mendoje, qenia e tij e brendshme është gjithmonë me të, edhe kur ai nuk është në lidhje me të. Dhe nuk dëshiron që dikush tjetër të përpiqet ta lidhë me qenien e tij të brendshme, sepse kjo vetëm sa përforcon faktin që ai nuk është i lidhur. Ti ke thënë, jam shumë e lumtur që të kam njohur Abraham, jeta ime ka ndryshuar shumë. E po, nuk ishim ne që sollëm diçka tek ti, ti gjete rrugën drejt vetes tënde. Ti gjete disa frekuenca vibracionale që përputheshin me atë që je në thelb dhe erdhe në harmoni me veten tënde. Fëmijët tuaj janë shumë më pranë lidhjes së tyre me burimin se shumica prej jush.
Dhe megjithatë shumë herë ata që janë më larg nga lidhja, janë ata që përpiqen t'i udhëheqin ata drejt saj. Fëmijët tuaj janë shumë më pranë lidhjes së tyre me burimin se sa jeni ju. Dhe megjithatë, shpesh ndodh që ata që nuk janë në lidhje me burimin, përpiqen t'i udhëheqin fëmijët drejt lidhjes me burimin. Prandaj, lëri të ndihen të lirë. Trego për lidhjen e tyre duke qenë veç shembulli i saj. Kur ata ndihen mirë, bashkohu me ta në atë ndjenjë. Kur nuk ndihen mirë, mos e thellon ndjesinë e tyre të keqe me vëmendje të tepërt. Mos e largoni dashurinë. Por nëse nuk po ndjeni dashurinë atë moment, nëse ndjeni shqetësim apo ankth, atëherë përmbajuni. Mos e jepni atë energji. Qenia e tij e brendshme është gjithmonë aty. Nuk përpiqet ta manipulojë përvojën e tij. Vetëm qëndron e palëkundur në vibracionin e suksesit të tij derisa ai vetë ta gjejë rrugën për ta ndjerë. Ti nuk ke ardhur te ne që të japim ne njohuri. Ti je ajo që ke gjetur rrugën drejt vetvetes përmes rezonancës me atë që je vërtet. Dhe kjo është ajo që do të bëjnë edhe fëmijët e tu nëse nuk u ndërhyjnë. Nëse vetëm qëndron në dashurinë dhe njohjen tënde të pandryshueshme për atë që janë, pa përpjekje për t'i rregulluar apo kontrolluar. Sepse ata janë të përsosur. Ata janë të mençur. Ata janë të lidhur. Dhe kanë ardhur këtu për të përjetuar gëzim.